Përkeqësimi i kushteve të motit në vend, Drejtoria e Përgjithshme Detare del me njoftimin e rëndësishëm për qytetarët dhe oraret e reja të nisjes së trageteve. Drejtoria e Përgjithshme Detare njoftoi se si pasojë përkeqësimit të kushteve atmosferike ka ndryshuar edhe oraret e nisjes së disa trageteve drejt Italisë dhe Anasjelltas. Përmes një postimi në rrjetin e saj social Facebook, DPD njofton se tragetet e linjës Durrës, Bari Durrës dhe Anasjelltas do të nisen nga portet respektive. Njoftimi si rezultat i përkeqësimit kushteve meteorologjike, DPD njofton se tragetet e linjës Durrës, Bari Durrës dhe Anasjelltas do të nisen nga portet respektive ditën e sotme 11/2/2024 në orën 6. Tragedja Ancona Durrës operon normalisht dhe pritet të mbërrijë në Durrës rreth orës 10. Trageti i linjës Vlorë-Brindisi Vlorë do të niset nga porti Vlorë datë 11/2/2024 ora 14. Trageti i linjës Sarand-Korfu Sarand do të operojë normalisht. Agjencitë respektive të marrin masa për njoftimin e pasagjerëve.